Në qytetin e Elbasanit, Partia Demokratike ka bërë publike pretendime serioze për shkelje dhe manipulim në 2 këzazë të rëndësishme, duke i quajtur situatën treni bullgar. Ky term përdoret për të përshkruar rastet kur vota masive nga një zonë tjetër transferohet në mënyrë të palishme në favor të një partie të caktuar, duke shtuar kështu dyshimet për manipulim të zgjedhjeve. Sipas PD-s, në këto 2 këzazë janë konstatuar provat mjaftueshme për parregullsi në numërimin dhe administrimin e fletëve të votimit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme dhe kanë apeluar për rinumërim të detajuar në të gjitha qendrat që lidhen me këto komisione. Procesi i rinumërimit ka nisur prej disa ditësh në Pallatin e Sportit Farie Hoti në Elbasan, ku komisionet e zgjedhjeve po kryen me kujdes rinumërimin e fletëve të votimit nga disa qarqe zgjedhore. Ky proces synon të sigurojë transparencë dhe besueshmërinë ndaj rezultatit final në një situatë ku tensionet politike dhe dyshimet për manipulime kanë marrë hov. Komisionerët nga partitë kryesore janë të pranishëm në proces, ndërsa vëzhgues pavarur monitorojnë çdo fazë për të shmangur çdo shkelje apo anomali gjatë rinumërimit. Në reagimet e tyre, strukturat e Partisë Demokratike kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë ndërroncime dhe do të kërkojnë që drejtësia të marrë në shqyrtim këto pretendime, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit të procesit zgjedhor dhe besimit të qytetarëve në institucione demokratike. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet përkatëse kanë bërë thirrje për qartësi dhe respekt të procesit, duke siguruar se çdo shqetësim apo pretendim do trajtohet në përputhje me ligjen dhe procedurat përkatëse.